Lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, salavat dhe selamat I dërgojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqert besnik, dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Ndërkohë vëllezër, xhamati jemi në ligjëratën e radhës, duke folur për bukuritë edhe mësimet nga kryerja e haxhit, me vetëm qëllim që me avon vlerën edhe kuptimin e këtij ibadeti madhor, që është një nga 5 shtylla të fesë Allahut Azza wa Jall, gjithashtu edhe me I josh ata që ende s'kan vendosur të shkojnë në haxh, me boniet, me shku në haxh, me vizitu Çapën, edhe xhaminë e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Një grua në Medinë ishte sëmur dhe gjendja e saj shëndetësore ishte shumë e vështirë. Edhe qiti llafi dhe tha, nëse Allah I mëshnosh, nëse Zoti ma mëson më shëruar prej kësaj smundje, edhe shëndetja më kthyn në gjendje normale, betona në Allahun Azza wa Jall që po më shku në Kudsi Sharif Palestinë special me fal dy rakate. Kjo grua ka qenë në Medinë. Dhe normalisht pasi dashte Allahu Azza wa Jall me u shëru kjo gru, u bogati dhe u përgatit me marrë udhëtim për të shku nga Medinë në Palestinën e sotme, Beitul Maqdis, edhe me fal namaz. Gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Maimuna radhiyallahu anha e dëgjoi dhe e pa planifikimin e kësaj gruaje dhe I tha: "O I gru, rrej këtu Medinë, haje atë që ke përgatitur për drejt dhe falur në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se namazi në xhaminë e pejgamberit është më I vlefshëm se në Beitul Maqdis Çabe, dhe se në Mesjidil Haram namazi është më vlerë se sa në këto dy xhami." Njëra nga arsyet e forta të duar xhamat, pse njerëzit joshin me shku në haxh, pse njerëzit lakmojnë shumë me shku në umre, është se namazi në Çabe është 100.000 sevape më me vlerë se sa xhami tjera, në Medinë është 1.000 sevape më me vlerë dhe në Kudsi Sharif 500 herë më me vlerë. Transmeton Xhabir radhiyallahu anhu, I cili thosë rekom dëgju pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thonë: "Një namaz në këtë xhami teme është më I vlefshëm se një namaz në xhami tjera." Pra ka qenë pejgamberi ulur në xhaminë e tij, edhe ka thonë: "Salatun fi masjidi hadha khayrun fi alfi salati fi ma siwa." Tha namazi në këtë xhami që unë jam të falë, xhami teme në Medinë është 1.000 herë më me vlerë se namazin e xhamive të tjera, përpos Mesjidil Haramit Çabës. Dhe tha, namazi në Mesjidil Haram është më I vlefshëm se 100.000 namaze në xhami tjera. Paramendoni çfarë vlere edhe çfarë sevapi të madh. O thotë ka falja e namazit në xhaminë e pejgamberit Islam, xhaminë e Çabës apo në Çabë edhe në Beitul Maqdis. Pra me falë gjumon në Medinë është supuse me falë një gjumon zhunic. Me falë namazin e drekës Medinë është supuse me falë një namazin zhunic. Me falë sunetin e Yasis sa sunet në xhaminë e Rasulullah sa me falë një sa sunet në xhaminë tonë. Me falë namazin e akşamit në Çabë është sa 100.000 namazë me falë zhunic. Me falë namazin e Yasis në Beitul Maqdis është sa me falë 500 Yasin e zhunic. Edhe krejto sevape jonë në rahmet nga Allahu për neve, edhe mëshira madhe që Allahu Azza wa Jalla ka për umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo vlen vetëm për neve si umet. Andaj njerëzit planifikojnë me shku në pushime, njerëzit planifikojnë me shku në ndetin, me shku në shëtitje, edhe të bojnë pare 1 vjet, 2 vjet, pse me shku pa pejnë kodën, me marë pa pejnë pasër, edhe në shpija ma argjit nafë, ma argjit lodhje, energji, vesh me dojnë pak në shpijës. Kjo është për dunjo, nësë është halal, nuk prish punën, bojnë me boshin, bojnë me boshëtitje se Islami ka nevojë me boshu.
Mirë po, çka mbetet për neve që me fillu, nështë për haqër shtrejt, por më nuk shumë shtrejt. Me fillu edhe me përgatit një muqet dhe po njetë me shku numra pas 3 mujve. Mas 5 mujve, me bo një jetin, Allah të alecon të bimin e tollave. Pse me bo një jetin? Për shkak se 4 ditë sa dhe Medine i falë, ka 5 vakte, 20 vakte. E 20 vakte mi falë Medine osa, 1000 herë që 20 vakte mi falë gjunizë. Kjo është komoditet. Pastaj, pasi shkosh Medine, shkon Mekë, me bo umrën, arre 5 ditë, 6 ditë. Krejt që ato ditë që rritë Mekë, i falë 5 vakte në qabe. Gjash të në 5 vakte, mojnë 30 vakte. E që ato vakte që i falë në qabe, ashtu ose 100.000 vakte mi falë gjunizë. 1 vakt që e falë qabe. Edhe kjo është një sevap, edhe një vlerë madhe që Allah azhajnë ka dhënë neve si umeti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Vlera e namazit normalisht dallon vendi për vendi. Për shembull, me fal namazin në xhaminë e xhamat se vapi 27-25 më shumë se në u fal vetë të shtëpia. Kurse normal në qabe, në kusë se lefë është ma shumë se kaq. Dhe djetarët ka thënë se vapi që e ka përmejt dhe Pejgamberi në qabe, edhe në Medine, edhe në kusë shërif vjene dhe thërë në filet. Por dhe sa Pejgamberi nuk i ka potencu që kjo vjenë për farzën, pa ka thonë mënyrë gjithë përgjirëse. Atëre, për dhe sa nuk ka specifikim, djetarët ka thonë që edhe në filet e kanë këtë blerë në qabe, në Medine, edhe në kusë shërif, po edhe farzën e kanë të thotë këtë blerë. Gjithashtu djetarët ka thonë që ai cili e falë, do thotë një namaz në qabe, ju në mundu me bërë një matematikë thjeshtë, me të kalëzu tyje, se sa vlerë të madhe, që ka më thonë, një namaz në qabe më të logarit sa 100.000 namaz në gjunizë. Ka thonë djetarët, ai cili e falë një namaz në qabe, e ka se vapin sa 55 vjetë, e 6 muj, e 20 net, do thotë me u falë në shtëpinë tonë, apo u falë në xhaminë e fshatit tonë. Do thotë me falë namazin në qabe. Duhet 56 vjetë një namaz, do thotë që namaz me falë 56 vjetë rrënd pa ndalë gjunizë. Po me bu ma shumë numre, me bu ma shumë magje, zakonisht njerëzit kur dojnë me sulmu islamin, çka thonë, pse shumë njerëz me shumë haq. Ato para duhet me marru shkollë, me marru ambulant, spital. Pse shumë njerëz me buhon me shumë numre, ato para me shvizu për sadaka. Interesant. Po djetë puna me shumë haqë dhe numre, po jo puna në feja, kejtë matematikët e njerëzve aktivizohen. Kur djetë puna me thonën, mos e pitu honin, se 540 dinar me albarë lajtë, apo 470 dinar, me bleni pacet në dite, tash më një pacet në dite është marrë me për 2, i bjen 10 euro në dite cigare, mi mujë 300 euro. Një vjen sa mojë. Pse po në korë, pse një përshkoj numër me ashtë pare? Pse po të brejtë postim se një të përshkoj shumë harë me ashtë pare? Të shire më në në cigare me ashtë pare. Moja qarë në vetit, andaj njerëzit të ndërrua që ka dhe për njerëzit që shkoj për i lavë, ka që shkoj për biznes, nëse të folë dhe njerëz. Po foli për atë njëri që ka po njerët hakikat me shku me kry në një umre për Allah, edhe me shku me kry një ashtë për Allah. Një gjumo, po që marë me folë qabe, sa 56 vjetë më falë në shumis gjumojë. Kush mi neve shtu në gjami ka mu 56 vjetë edhe si ka i ka zdiva. A ka dhe një gjemotë. E në aqi që i pa 8 vjetë. A ka aqi që do të më që 56 vjetë besh ma këtë namazion. Që 56 vjetë a ka uështë asë një gjumosu ka i. A ka në gjami. Paramandoni këto ki mundësi me arrit me një gjumon qabë. Për të arsye gjemati mundohen edhe organizatorët e umrës mundohen që një gjumon me falë Medine, një gjumon me falë Mekë. Mos me lutë umër e gjitë pa 2 gjumoja. E ata që jonë haqë, 2 gjumon në Mekë e jonë Medine, për shkak se vapit ma. Pasha pajnë e ma 1.200 euro numre me shku, 1.000 euro me shku numre, së që kur gjumë, sa më të mushën e gjizri për se vape. A dini sa kimi bankësina. A dini sa në bazë se falë një klorë, në shkuj me në kamas. A dini sa gjumojë në ka i, sa vapët e ka i njeve. Pasha zote s'kina vapë një po kraso, kina vapë po, të njohën e ka ropë për veti. Që shmi po, që mi plësu të mangësi, i vletë parët e njëra shka numre. Këta e shka mesire. Po jenë gjeni me shumë, pasha zote në vapë.
ku shkon dete e shef në familje, shkon e 900, 3 ditë, si që shtonë e dërë 400 euro qenë. Shkon e krynë në unën 800 euro, 900 euro, 1.000 euro se sot një me një me meka, 10 ditë një. Edhe të moshër zemra me i marë. Andaj Allah të të ka lesu këtë punë, me në kalzu neve që i uridu Allahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah i përdojnë me ja lecu juve punë të ojë musliman. Nuk përdojnë zote me ja punë, thikën fëtë, me ja bashkësu punë. Allah i përdojnë me ja lecu punë, me ja gatu punën, që ju me qenë do të kletë edhe me pas hapësi me fitu shumë se vape. Gjithashtu të jedorit me thonë që vlera namazit meke, shpesh vetë në vetë në gjithë, ka njëra për du të me folë drejka, për shemë ose në zetë shumë, ka dhe blak shumë hotel. Apo të gjamia hotelit, apo të gjamia e laqës mekes. Djetarit ka thonën, se vapi i 100.000 namazëve në qabe, përfshihen, i thojnë hududul haram, kufit e haremit. Për shumë, jënë rrëth mekes. Edhe është një tabë shkruën, kufit e haremit, arabisht, hududul haram, piqatir, dhe në qabe, apo dhe në rendi tjetër, është ku se mi falë 100.000 namazë. Mirë po, nuk po njëri me po shprehi, edhe me po mu falë vesh në hotel, ose në zetë. Se vape ishte njësë më shpejnë e këta hotel. Po mundona me apur në shemë konkret, për shambu. Po më ka thë një pita Shapire, tha shku në Pendik, në detin në Turki, oferta 1.100 euro. Po du me apur shemë me kuptu. Edhe tha ka pas bazen hotel, apo ka pas edhe deti nga hotelit. Mirë, ku të vesë kjerë pishku në deti. A është njësoj simulon bazetin në hotelit, simulon detit, uj ki ujaj. Tja kishtu me nejtë manes simulon bazen, a kishtu në deti me shku? Jo, Allah me shku në deti. I rej pa qëmë vesh mësë mi ikë dakika, se ka paku 1.100 në deti me shku. Po pëse s'pëllë është bazen në motek, edhe ju është. Nuk është i njëta ka është ujë, namazin në hotel, në gjami në hotelit, edhe në gjami në elaqës hotelit, nuk është nësë s'pëllë me shku në qapë. Ka shumë musliman, Allahu akbar drejtu është për balë qapës. Edhe ma dhonë zotin gjelëvarë. Pra nuk është njësoj, suku se më falë në gjami në hotelit, edhe suku se më falë në gjami në elaqës hotelit, suku se më falë në qabe. Se vapi njëj, ama shideti edhe lezetit i namazit nuk është i njëj. Andaj mos me marë shprehi, s'po flasë për ata njerë që jënë me polica, s'po flasë për ata njerë që kanë probleme me shëndet. Ama njëri, gjeri li, 20 vjerë, 30 vjerë, namazit në hotelit, dregën e falë në hotel se në zërë, në gjindi në zërë, o të përshki shku në qabë. Esenca qabës, esenca haqët, esenca umrës është sa ma shumë me nejtë në qabe edhe në gjamine për jo resa. Për para të nërrua shëmot, ku shukon në haqë, se ti akimetin e haqi që ukon 7-8, 6-7, 8 në haqë ku shukon, s'ka pas autobusa me klinë, s'ka pas hotela me klinë, shtirë loja ka më bolë lopse, ka mu si me shku në Chicago, si me shku New York, edhe a i cili të shpia, s'ka as klinë, as izolim të shpia, ku shkoj në hotel, gjenet. E arën qabën, që pa që i shkojnë qabën më falë, ja, ma e shkojnë ka flada, shas kish ma urë dhe për një, s'ka urë dhe shkje jo atë, ka shku mi mush britë qabën. Loj. Pa molla që e mullë tu, darda tu, bifshin barka për darda, subhanallah, rritër një rrinë në tetë se kish me urë full kasko, kish me urë fri, i mush gjepët e kesët e më mërë vlasës kjo më urë, andaj, esenca i badetet është me sakrifiku. Esenca i badetet është me punu. Unë e përveti në garë mirë, se ju kënë student 7 vjetë me dine. Pra asish 4-5 vazhe e përkry. S'ku mujt me bo hatme në qabe më renda. Se du më angazhu, a ju hoqë mirë të haqji, mirë të haqji, qoha nej, kërësure se vapi në marë. Ama nuk më shkru mu të allaj, suati ka bo hatë me sa u kur në haqë, ka të më ditë në qabe. Edhe unë për vetin ka shumë mirë, që ka arrik me buktën e haqimone. Pse ka arrik me bukë? E ka bo menda që pasë të tjetë në dojë për biznes
shko aqe, shko, birë kombi, birë kamionit, birë ato, birë to, 3 ton, 5 ton, 6 ton, ma gjumë. Se më rëgohë nuk sakrifikoj që të për Allah. Ku marë më në qovë me ne, ku marë me bërë të Allah, ku marë me rojë stikfarë, ku marë me bërë hatme. Edhe mas pranimit haqit, se hapi ma i madhë se ka bërë, haqia është që para qovë se ka bërë në kohë. Kjo është të hapi ma. Allah e të ma mira kodë një insan që ka kri haqin e që ka bërë hatme për hodë qovës. Se di ure, së më e menë, për vete herë nga para këndi. Asë një zorizë më letu. Kum një që filoni ka tek në haqë, kum një që filoni ka folë shumë në qobën e kate, a i qetri ka bota vafe, si cilit njëri e ka desu i lume Allah. Duk është pa që e kësia. Ka Allah fuqi, e bon të vafe sa më shperë të bondo. Se bon, a i qetri ka që veç duhet me bodo. E ka desu zotit, ki qetri veç të springire. Se bon part, a i qetri ullë të këmbësh para qabës dhe bismillah. E njësë në bohatë. Kejt me lanë që shumë. Hatmja që buat në meke gjematin dhe unë, nuk është njësoj së kështë bojë gjumicë. Nuk është njësoj bashkë të e ma. Se namazin pra mëndonin në qabë me falë është sa 100.000 namazin me në falë gjumicë. Mandaj, sakrifikoni o gjematë. Hargjoni me shumë numre. 1 herë, 2 herë, 3 herë, lejtë fjallë të njerëzve. Se dhjetë u shumë për gjenetin tonë, dhjetë u maru për gjenet. Për shembull, me punur Breshef, lugi Breshefës, në program ambasadora pasat milinar, duhet shumë me punu ekstrem që me qitë dritë të shka, si të nivoj e të kushtë të mesilo, ama me durën tonë, me njësën tonë dhe zorësh. Qka po ti? Shka në 3 mujë Gjermani. Edhe ku të vishë, me shumë pare. Kur tjenë herën dhe tjetër, nga 3 mujë me shumë Gjermani, a thot të kushtë, me Gjermani Korea, nuk thot, pse nuk thot? Se thot, 3 mujë që punëja qesën i vjetë Breshef. Qashtu është edhe une e haqët edhe umra së gjemonë. Sa falë është zunis 3 mujë, 6 mujë, me një namaz e ka përsen qapë. Me një namaz e ka përsen Medine. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andaj nëse njerëzit janë gjendje, me shku vetën dhe jashme, çdo 3 mujë, me fitu një dinar ma shumë, me marru një shtëpi ma të mirë, ti shkon me një qabe, çdo 4-5 mujë me të rumre, që me marru një shtëpi në xhenet, që me jabo vendin tonë në xhenet, që nesër kur dalë për Allah, me thonin o mi Allah, që për ki shpijen, sa ki qenë të një e ki marru me të të tua. Gjithashtu, vendet në Islam normalisht nderohen me vlerat e veçanta që ja ka caktuar Allahu Azza wa Jalla. Mirë po, e keni ndini fjallë popull, vendi nuk e po njëri të shejt, as kuha, që ashtu është, me vendosht. Mirë po, do puni ka caktu i lumi Allah që me në arrit një dhe vlerën, gradën, edhe me në onë e mesin. Për shumë, haqia që u falë gjumis 30 vjetë, edhe ka shku në qabe, është shumë ma i mirë sa e cilë është ku ishi i qabës edhe se falë namazin. A ka në meke njëri, që shumë veti musliman, edhe e ka ku ishi i qabën, edhe nuk i falë të zvokë të përko. A ta e në njerë sina. Pse? Ata kur është ku a haqit e kini paju haqit e mushe tjetë e kini paju taksistët, trendojnë, hypë të une, hypë të ajë, hypë këtej, hypë kënej. Ata bojnë me nëse shtu 4 javë, gjatë haqit, gjithë një këllapar, si janë gjesë mirë, në biznis, nuk kun janë gjithë. Qka bonë? I vjen vakës i faleqë. Taksi. E hupë, qka bonë? E hupë a i redi për të njohë. A i fiton që një mjanë ma shumë ma e ka rezeku biletën për gjenet. Gjithashtu, begatia ma dhe që Allah Azogjelja ka vendosë, do thotë, qabës edhe Medines, me tregu që këto 2 vende janë shejta, edhe këto 2 vende do të janë të bekuara dhe normalisht duhet që me i respektu këto 2 vende, edhe me i shejtru, që i ka respektu edhe i ka shejtru. Ai që i ka krijuar Allahu Azza wa Jall, pastaj ata që me urdhën e Allahut i kanë ndërtuar pejgamberin, do thotë në falë Ibrahim me Ismailin, e pastaj ai i cili do thotë e ka falë namazin tonë dhe i ka bërë shejta këto vende pranë çukut të tij sallallahu alaihi wasallam Muhamedit ibn Allah. Andaj Allahu Azza wa Jall kërkon prej neve pak, Allahu e ka rahmetin e madh, do prej neve me pa se rezultat, edhe do prej neve me pa që kemi përvjet kallë, po mundohemi, e pastaj ai na jep neve se vapët të panumërta. Ata të cilët e ka mund jetë në shumë haqë, e në zotë në madhë që Allahu të lepsojnë që kuën e këve, e në Allahu që Allahu të mosaj me shvizu kuën sa ma shumë në haqë, e në Allahu që të thetë ma haqë të pranumë, dhe sa neve që jemi të shumë zotë në mosaj
tjera, e na mundson ta me shku me